I dashuri që lloj me armë bashkëshorti në sy të djalit të tyre vendoset në pranga Melisa Hoxhallari. Melisa Hoxhallari është vënë në pranga nga policia pas plagosjes së bashkëshortit nga ana e saj dhe të dashurit. Specialistët për hetimin e krimeve kundër personit ndaluan shtetëse në shpallur në kërkim MH 29 vjeç, pasi gjykata e Fierit i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale plagosje rënd me dashje dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve shpërthyese dhe municionit. Më datë 5 i pari 2025 në lagjen Apollonia dyshohet se shtetasi KB aktualisht në kërkim në bashkëpunim me 29 vjeçaren plagosi me armë zjarri shtetasin GH 40 vjeç.